që nuk të njohin nga natyra edhe ndoshta për shkak të muskujve profesionit mund ta krijojnë atë përshtypjen që njeri shumë mendje madh, shumë arrogant, pa shumë ndjeshmëri, që në fakt si sportiv që ndryshë na që jam sportista, domethënë me karrierë të madhe, unë besoj që kena edhe kulturë të madhe brenda, po ndashmëre që shihem. Unë këtë sjellje, këtë edukat e kam mas pari prej prindëve të mi se ata më kanë mësu. Jam rrit një frymë që kom pas, nëse kom pas një send vogël me dame dikon bashkë mës me hongër vetë, jam rrit qashtu që edhe vajzat e mi apo rritën pisho se ka njeri këshyrish apo bojnë e di që qka dëshi i blej, shoh që i kanë qef mi apë edhe tjetrit. Prind më kanë mësu që nuk varfnohesh nëse tjetrit i ndihmon. Apo kupton, sa të ki mundësi ti mundesh me ndihmu. Ndimes është edhe mi buzëqesh tjetrit, me përshëndet, mi a thon një fjalë të mirë, mi a thon një fjalë po duke shumë mirë, me bo mundi mirë. Edhe ajo është ndimes, nuk është të thonë me veç gjithmonë veç me jep ose me bo diçka. Në një përshkrim e tua ke thonë, nëse pasurinë tënde nuk e ndon me njerëzit që kanë nevojë ti nuk do t'jesh djali im. Kush t'ka thonë kështu? Po, këta më ka thonë nona jam që e du mas shumë ti. Mami jam, më ka thonë shumë sende edhe shumë sende më kanë dalë që shumë ka thonë. Qa me thonë? Nona është që duhet me ndigu mas shumë ti. është një person që o kujdes. Zonja Afrodita. Po, Afrodita. është një person që o kujdes për ty, është një person që kur je koni vogël nuk të ka qunë shtrat, i uritur, gjithmonë ki flejt në gjit, të ka këshyrë. S'po di shka me shtu fjallë, du më thonë është, nona është... Janë të pa fonda falenderimet? Të pa fonda jonë, s'po di, qa me thonë për ta. Egzoni shumë pranë edhe personave me sindromën Down. Po. Kur e ke marrë iniciativën që ata me pas të hapun derën e palestrës tënde për të qenë me ty për çdo këshill rreth aktivitetit fizik që e kanë shumë të rëndësishëm ata, siç e dim, si kategori, po edhe ushqimin. Po, diku muj me thonë ndoshta 10 vjet, ka që vinë, po une kisha dash me jap një kritik për prindët e në mas pari, se une ka dhe besoj edhe njerëz tjerë që kanë qef mu marrë me ta, nëse janë fëmijë shumë të mirë, janë një dashnin që të japin ata, nuk të ka jap kërkush nëse ki pas në njerë kontakt me ta. Dyrë qeli kanë gjithmonë, po prind pritojnë mi pru mu marrë me ta. Apo kupton tash, une nuk muj me shku me marrë në shpi. Ka ndodhë që tekstualisht me të thonë s'po kom ko me... Nuk po kom ko, adin në vrejet që nuk po ka ko edhe asishën. Ti duesh me pru, duesh mu marrë me ta, duesh asishën. Unë këmë thonë, dyrë qeli ka unë nuk pritoj mu marrë me ta. Pa iset i kam, qka muj, se ata duhet edhe me ditë sa mi shti mu shtru, nuk guzojnë edhe shumë mi maltretu. Bile bal, knaqen gjatë ditës, nuk është të thonë me gjithë ditë, 2 herë një javë, 3 herë një javë, ja u thënë pak atë rutinën, po pesho që ka pak pritojnë mi pru. Jo vesh këta, po krejt njerëzit që kanë probleme, diçka, në më thonë mundin marrë. Qka të muj ndimu, i kanë dyrë qelë. Ti ke në shitje një produkt prej të cilit shumë njerëz po përfitojnë benefite. Po ajo që është më e bukura që në fakt më ka bërë shumë përshtypje, është që po përfitojnë fëmijët jetim. Kjo përmes përqindjes shitjeve që ti ke vendos me ndo. Qysh po shkon si iniciativë, edhe a ka mjaftueshëm të holla që janë do për ta, ke arrit me i delegu deri te ta, ka po me undi? Unë gjithmonë kom pas qef me pas një qështët, një qësi sendi, gjithmonë, po kur kom fillu me produkte, kom pa kohën kur mi anis me produkte. Se i kom tash zdi sa produkte healthy që i prodhojmë na linjën tonë prodhimit, po gjithmonë kom pas qef me pas diçka healthy në treg, produkt temin, po gjithmonë e jom rujt ka pak, kom thonë deri sa të rriti emnin tem, deri sa njerëzit të fitojnë besimin të unë. S'kom dasht me qitë gjithshysh, kom dasht njerë me kriju karierë teme, me ditë ku pe blen të kush pe blen, që me ekspledu produkti, adin mushit, me pas
Gjithmonë kam thonë, inshallah ma qënë zoti me pas produkte edhe një përshindje gjithmonë me da për njerëz që nuk i kanë mundësit. Jo veç për fëmijët tim, po për krejt njerëzit. Tash unë përmes qëtyre përshindjeve i ndajt hollat çka asishne edhe i kam do vende ku i ndihmoj do vende që i bojmë. Edhe është mënyrë se edhe më ndihmon mu, edhe është bereqet edhe krejt të mirat vinë kur bën mirë. Gjithë kjo zemërzgjerësi, ma mërmendja është për cilë, the edhe ti që edhe vajzat e tua kanë marrë shumë prej teje, po edhe prej bashkëshortës nanës e tyne. Emrat shumë të veçantë, Mjalta dhe Sparta. Tregon pak për to, cilat kanë gjamë më tepër, sa janë tip sportive ato, kanë fillu me uritat shumë sa me bo pytjet çuditshme dhe me ju vunë siklet ju të dyve, apo çfarë situate jeni? Po, Mjalta tash i ka 5 vjet, ajo bën pyetje tash kanë jashtë edhe bajë inteligjente. Qëra, fëmija krejt kopjan. I shep prind, çka bojnë prind që ashtu ka mu bo edhe fëmija. Adin, Mjalta është tash ma e madha, ajo na shëneve që të nkonjena aktiv, edhe të nkonjena pozitive, edhe ajo të nkonjë është që ashtu që është aktive, është pozitive. Abdin të knaq me bo me ndajt